jo çdo gjë në jetë është parja. Sot në këtë ligjërat, inshallah taala, do të shikojmë se jo çdo gjë në jetë blihet me parë. Apo në një farë mënyrë Allahu fuqiplot e ka balancu si të varfrin, si zëngjinin, si fukaran, si zëngjinin, paka shumë ja ka sjell punët e njëjta. Po si orhoç, asjo zëngjin nuk krahasohet me mua që jam i varfër. Nëse neve e analizojmë jetën e njerëzve në tokë, pa rrit akoma tek ajo shprehje që e përdor atje në vas, që qefini është pa xhepa, edhe asnjë qindar nuk e merr njeriu me vete, po prej këtë dunja Allahu ja ka përshtat si zëngjin si fukarat në shumë pikpar. E ka sjell si ka sjell punët si të zëngjinit, si të fukaras, me ardhmë në të njëjtën mënyrë. Tani po ju ndalohet njerëzve me hangër çaj këndët atij. Apo çka i lakmohet një ushqimi. Sallatë të hangur i pasuri, sallatë të hangur i varfri. I varfri e han sallatën në shtëpi, se s'ka takat më shumë, i pasi shkon e han në një restorant më të mirë, po sallatë. Ajo e shtëpisë mund të jetë më e mirë në çimi hes sa ajo që ja servirën ai lokali atje. Sallatë me sallatë. Vetëm ndryshon destinacionin. Njëri han në shtëpi, tjetri han në restorant. Kur nuk ka para, shkon punë me biçikletë, s'ka mundësi me marr makinë, shkon punë me biçikletë. Po kur ka para, përse i shkon e hipër në biçikletë, aty në palestër, shkon në palestër, shkon e bën biçikletën në palestër. Biçikletë aj, biçikletë ki. Në biçikletë aj, në biçikletë ki. Ose blen një biçikletë, ka makinë të tipit fundit, po e blen një biçikletë se i ka thonë doktorit do të lëvizë sa më shumë dhe biçikleta bëj ka mirë për shëndetin e njeriut. Prej biçikletën në biçikletë, si i pasuri, si i varfër. Kur s'ka para, njeriu, kur është ndjetë në aspektin si i varfër, po i themi, si i varfër më vetëm shejtani, lanetullahi alej, jo njeriu, jo besimtari. Po kur njeriu do më thonë nuk ka para, hecën për siguru bukën, për siguru idarën, për siguru bukën e gojës, për vetë dhe për familjen e tij. Ai që ka para hecën për me djegë dhjamja. Hecje ki, hecje ati. Ki të hec, ai të hec. Ki hecën me shku me kërku punë, e me shku me punu, ai hecën, bile në ma shumë, bile me vrapja ka po e madhi zot, dhe vrapoje me djegë dhjamin e të punë që ka vendosë, e që po i bëhet problem i madh në jetën e vetë. Kur nuk ka para, dëshiron të martohet. Kur ka para, dëshiron të divorcohet, e zotërujna. Shiko prapë po në del maj miki që s'ka, sa ai që ka. Ai që s'ka para, shkon e punon, e hakatën, e mundohet, e me djesën e ballit punoj, shkon i lodhën shpi, knaqet me familjen e vetë, kur shkon mbrëmje. Ai që ka para, që i ka dalë vaj mbi përshesh, ai s'ka gjë tjetër, se s'ka shku me punu, tërë ditën duke drejtë si gjirt, ekonominë e ka në stratosferë, e çka bën shamat. Me familjen, shamat me shoqërinë, shamat me bashkëshortën, në fund ndarje divorc. Që janë të mbushura gjendet civile e gjykatat duke bërë divorc. Kur nuk ka para, e çon gruan e vet me shku punu si sekretare. Të marrë një rrugë. A kur ka para, gruaja vet i bën sekretare në shtëpinë e vet. Pse se e ka gjëzdis ato. S'ka lanë vend pa e marrë me makinë luksoze, me e qu, duke shatit malet të dënjas, fushat të dënjas, qytetën qytet, shtetën shtet, ku janë pikat më turistike. E në fund i banë sekretare. Pse se i ka dalë vaj mbi përsheshti stash. Asaj bashkëshortje, ajo është rrit në mend, është dhe nga të mirët që bashkëshortje i vetë ja ka kriju. Prapë më mirë dhe më rahat është ai që hanë bukegjisë në shtëpinë e vetë. Vallai harmoninë e ka shumë të fortë. E kemi pas bërë problem më përpara kur ishim me bukegjisë. Të rralla ishin mos marrveshjet. Sot ke frikë me shku në shtëpi, sepse vetëm telenovela degenerim. Kur nuk ka para bën si i pasur, ndërsa kur ka para bën si i varfër. E zotërujna. Në qoftë se Allahu dikon nuk i ka dhënë ekonomi,
A ka në Europë për nesh që të të hikmë se jam hallëzhi asnjë. Se pranon kush më i thonë se jam fukara. Po çka ka dhënë në krahën tjetër, ai që është i pasur e pranon vetë sa fukara. Më shkohet bën e provë, shkohet kërkoj borxh. 300.000 hallë ka më thonë se i ka vetë ai. Shtirës ai pare pa sa dush. Ai shtirës si i varfër, i pasur i shtirës si i varfër i shtirës si i pasur. Kur s'ka para vishet me rrobat grisura, kemi kaluar shumë kohë, shumë tranzicione të jetës njerëzore. Ka vesh pantallonat grisura, me zotja ka arnuaj e nane e vetë në shtëpi, fëmijës vetë. Me arna më të pastra i ka vesh pantallonat, të pastra ka vesh këmishën. E sjellën si e sjellën Allahu Dhul Xhelal. Miliarderi më i madh, fëmijët e tij kretë rrobat grisura, kanë anti-gris vetë tani. I grisën rrobat vetë, pantallonat via me brisk, lloj formash me dalë me pantallonat grisura. Miliarderi. Shkojt tek ai që ishte i varë që u grisin shketet prej fukarallëkut. Kur është njeriu i ri, shkatëron shëndetin duke punuar, me fitu parë. Kur vjen pleqënia kthehet e kundërta, shkatëron parën me rujt shëndetin. Ato parë i han me ilaç, ato parë i han me spital. Vëllezër besimtar, duhet me e di se si fukaraj, si zëngjini, do ta ulin kokën edhe do të shkojnë tek qepiri. Po në fundit do të shkojnë tek një derë që quhet dera e varrit, e pastaj për të rrugtuar për xhenet inshallah apo për xhehenem pastaj. Është bërë jeta aq e egër sot në tokë, sa që me njëherë sa të dalësh në rrugë përballesh me një fjalor katastrofal dhe nuk po shikon një njeri që të flasë mirë për një njeri tjetër. Nuk po shikon një person që të flasë mirë për personin tjetër. Edhe ki bëhat kahar, shmendët, se njerëzia të shmendët. Po jo për vëlla, ti mos i bën keq njeriu, ruju shumë, mos i bësh keq robit. Vare vath në veshkët. Ruji mos me i ba keq kuj, po se nuk të duan, po gajle madhe për vëlla. I vetëm ke qenë në barkën e nans, s'ke qenë me ato që po të shalë, e të fundon, vetëm ke qenë në barkën e nans. Vetëm ke lindë në këtë botë, ke dalë në këtë botë. I vetëm ke me vdek, as kush me ti s'ka më ardhë, edhe gjaku jëtë s'ka më ardhë, pra s'ke punë me njëzin fare, vetëm në barkë, vetëm ke lindë, vetëm ke me vdek, vetëm do t'jetosh në varë, asnjë nuk vjen aty me ty, vetëm ke me u basu alvori, vetëm pyetën ndaj teje drejtohen dhe ndaj askuj tjetër, ato si cili jep llogarinë e vet, vetëm kemi u ringjall prej atij varrit tënd, i vetëm do të merresh në llogari përpara të Madhit Zot. Nëse do të hish në xhenet kemi hi vetëm. Nëse mazallah je për xhehenem kemi shku vetëm me punë tuaja që ke bën dunja. Pastaj vin tjerët, ama ti vetëm llogarinë jep vetëm për veten tënde. Në këto vende dhe në këto destinacione që përmenden me shumë tjera, askush nuk të bën dobi. Lëre njerëzit të rrinë, lëre njerëzit të flasin çfarë duan, lëre njerëzit të punojnë çfarë duan, ti vetëm këshilloj faktikisht. Nëse këshilla jote nuk bën dobi, lëre vëlla se ndoshta i Madhi Zot ata ka kriju për xhehenem, se në çdo hutbë dhe ligjërat themi ato që Allahu udhëzon, askush në humbje nuk e çon dot, dhe ato që Allahu e çon në humbje askush se udhëzon dot. Sa do të mundohesh ti me mishën e shpirtit. Edhe për ta përmbyllur për vëllezër musliman, dini mirë tre gjëra. Nuk ka ikje nga vdekja sa do të mundohesh ti me ikë. E parë. E dita nuk ka rehati në dunja. Ka stres, dhimbje, lot, mërzi, ofendime, përçarje, shkatërrime, gjithçka. Dhe e treta, nuk shpëton dot nga gojët e liga sa do mirë që të bësh ti atë. Biles vallahi çaj që i ke ba mirë, të mirën tonë të ka me ta kthejnë të keqe. Po shqyr që ka Zot,
E shqyqy që jemi besimtar, e dim se asnjë lloj e mirë nuk na humbët, e kemi me e gjetë në dunja, insha Allah ta'ala. O vëllezër besimtar, s'ka ikje nga vdekja ishte e parë. Njani pas ka dash me ikje nga vdekja dhe me këtë mbyllim, insha Allah. Pas ka, e ka dash tjetër, si cili për neshe duham jetën, edhe unë si hoq, me më thonë a do me shku sot, vëllaj s'kam qef. Jemi të përgatitëm, po dhe qef me e lanë këtë dunja s'kam. Qas të ambele ka kërë, edhe pse ka probleme, lodhje, strese, mërzije, gjithë shka, kërkush prej nesh nuk dëshiron me vdek, vetëm me të rejtë në një. Edhe ky, në kohën e Sulejmanit a.s. Kishte qenë me një mexhelis. Sulejmani a.s. ditë gjuhën e shpenzëve, ditë gjuhën e xhinëve, i komandonte ata. Edhe një nga shokët e Sulejmanit me një mexhelis, po kishte qenë rrem Elvijaje, edhe e shikon që hin Azrailin atë mexhelis. Po Azrailin, me dhe ta thu pas ka ardhur për mua, filloi dridhë aty. Pas një 5 minuta shkure pa urzu njëri për ati mexhelis, e tha elhamdulillah, s'pas ka ardhur për mua. Ra njëri. Mirë po ki u trem shumë. Azrail e mini i mba të sytë. Ajnë ishte në kryet venit, sytë nga ajë. Edhe pse urzu tjetë, kush sytë nga ki. I shkon Sulejman të resam, ja Sulejman jam trem, pse? Shumë të djelë erdi Azrailin në filan mexhelis. Erdi me mbarë shpirtën e filanit, tha po. Ajo që mbani habi, shikimin vetëm nga unë. E ndrova venin me mendimin se ndoshta i kam ngel shikimi atje, ai syt tek unë. Rashën fund atje këtë dera, ai syt tek unë. Jam ba me rahë, po është zotin për Sulejman, me që Allah të kanë nënështru edhe erën, edhe gjinët, jep urdhër, o erës, o gjinëve të më qënë një ndi, prej në Arabie e një ndi. Po tha vdekës nuk i dot, po gjithë se si, thotë unë, thotë, po ja për urdhër gjinëve të qënë. E marrën këtë zotnin, prej në Arabie një ndi të gjinët. Të nesnën, Sulejmani a.s. po takohet me Azrailin a.s. dhe i thot, pse ke trem filanin dje, thot, i habit e ke pa me qodi i filanin? E, thot, ja Sulejman, thot, njetën ti mësëm kështë babaki, unë kam marrë shpirtë dhe këtë dunjas, e në kum ka thonë i madhe, zot me shku me jam marrë shpirtin, që ati e kam gjithë, në atë vend e kam gjithë. Ta kur am shku e mora dje shpirtin e filanit, në të mexhelis, ta kishëm me marrë shpirtin ati tjetrit, nesër një ndi. Allah, Allah, sa tash me vete. Unë këto e kam ja mbarë shpirtin filan sa hatin një ndi, ki kona këtu. Nuk ja kam da si ku do se jesa ai, se u qudishëm si ka mundësi mos dalë fjallë Zotit. Vështë Sulejman, Allahu akbar, amana Zot. Erdhë vetëm bani lutje, po është Zotin e Sulejman, jepu urdhë gjinëve të më qënë një ndi. Pse? Se atje kishtë me edhan amanetin, o vëlla, vdekjes nuk e ik dot. Allah në e mësot me iman, o i madhe Zot. Allah në e letësof dalë në shpirt, o i madhi Zot, se agonia e vdekjes është shumë e rëndë. Allah në detot nga hajri, ja Rabbil Alamin. Ja të zofshin shpirtit Allahut me iman, Allahu Gjeleshanu në bashkof me ta fërmit tonë, atje në jetën e pasosën në ahiret, ja Rabbil Alamin. Ela ina së në lëkëram,